Autoritetet zvicerane konfirmuan se një person I infektuar me hantavirus është shtruar në një spital në Zyri, ku aktualisht po merr trajtim mjekësor. Qeveria vendase këmbënguli megjithatë se aktualisht nuk ka rrezik për popullatën e gjerë. Personi në fjalë kishte qenë pasagjer I anijës turistike MV Hondius, ku janë regjistruar disa raste të sëmundjes. Sipas Zyrës Federale të Shëndetit Publik në Zvicër, burri ishte kthyer nga një udhëtim në Amerikën e Jugut, së bashku me gruan e tij në fund të muajit prill. Pas shfaqjes së simptomave, ai ishte paraqitur në spitalin e Zyriut, ku e kanë vendosur menjëherë në karantinë. Një test në laboratorin referencë në Spitalin Universitar të Gjenevës Hug konfirmoi infeksionin me hantavirus. Në hetimin e rastit është përfshirë edhe Instituti Kombëtar për Sëmundje Infektive I Afrikës së Jugut, Instituti Pasteur në Senegal dhe Administrata Kombëtare e Laboratorëve dhe Instituteve Shëndetësore të Argjentinës. Bashkëshortja e tij ndërkohë nuk shfaqi simptoma, por hyri në izolim vullnetar si mas paraprake. Zyrtarët vendas janë duke verifikuar nëse pacienti ka pasur kontakt me persona të tjerë. Sipas të dhënave të fundit, deri në 6 maj janë regjistruar gjithsej 8 raste, prej të cilave 3 janë konfirmuar në laborator si hantavirus.